Situatat në Big Brother kanë qenë plot dinamika dhe momente shumë të zjarrta e pikante. Kjo ka ndodhur pas hyrjes së ish partneres së Gjestit Xheneta Fetau gjatë lojës së mosreagimeve, një sfidë e cila vjen nga vëllai i madh. Xheneta është bërë pjesë e shtëpisë për disa minuta duke ngacmuar dhe provokuar banorët. Sigurisht ajo nuk ka kursyer Gjestin, të cilin e thumboi duke i kujtuar se ajo e ka mësuar për të larë rrobat. Por Gjestin nuk ka nguruar të reagojë, duke e përdorur Jozin për të hedhur disa fjalë që i nënkuptonin asaj se një njeriu nuk i shërben trupi nëse nuk ka mendje. Xheneta e ka kaluar këtë moment me humor duke i injoruar plotësisht. Asnjë prej banorëve nuk ka reaguar në mënyrë të drejtë për praninë e Xhenetës, përveç Olës, e cila ka shkuar dhe e ka përqafuar atë. Pas kësaj Ola dhe Valbona kanë diskutuar rreth ngjarjes duke theksuar se fytyra e Gjestit shkëlqeu menjëherë kur pa Xhenetën. Përpos kësaj, Ola komentoi lojën e Gjestit në shtëpi duke thënë se ai nuk ka asnjë strategji dhe se po merr vap duke bërë tym. Tërkohës, ka thënë ajo. Lojtari i madh ti thotë Eglitakos, faleminderit 3 herë në ditë para buke dhe pas buke se ajo e ka mbajt në lojë, e ka ngrit. Qa po bën tani pa Eglin? Asgjë s'po bën. Merre vap dhe e fryn tymin në për shtëpi, e los me tenis aty, se aq e ka kapacitetin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.